Cili është Ramushi i vërtet, ngone, nishi a dyshi? Qëtë Floksi, Albini, edhe kur kanë luftu, plota janë vrarë shqiptarë. Po konë Vondër i ministrit mbrëmshëm të Serbisë. Vondër? Po. Albini se kam njohë, kam fitu simpati për të, unë kam qenë ushtarë, a i ka qenë një pejë zërën svetonë. Edhe e rrëtë simpati. Lutëm, ku kam luftuar? A një që ka tha? Tha, unë jam konë ushtar, aja konë zadansi i jonë për Albinin. Tasha me besu që atina, a këti tjetrit, që pëthet është dhonëri i Sokolovicit, ministri, s'po di qëfar ministri është aj, po nese aje din. Mo, dishka në kanë përzi kablat krejt të burë. Kërkush nuk ka mërbesh se shka ka bëmët këtu në Kosovën tonë. Për dëkëja kësh nis me ban punë patriotike që ta shkuën e fundit. Dje i kësh mshel 2 ambulanta atje në Drenicë. Tash nuk është keq. Po ishin që këtat vetë vendosjes për i herë qysh që 27 vjetë. Ka dalë bradhe jo, ka dalë, pa si kanë po burë. Ka mundësi si kanë po. Se mi pas po, mo te i këshin mshel. Që tash i kanë po, që tash i kanë mshel. Ja, mas që gjuj prej herë shpin, ka lene me marë frynë pak. Ajo, se kanë di që janë ato, nuk i kanë po, se janë konë largë. Atin që ato në gjithë me këta për dëkës, po. Bolë që pas kanë mshel mas 27 vjetë. Urime, suksese për dëkë. Për me urime. Ma mirë vënë se hiqë. Kur për dëkëja aksion më të mirë, se për qëtë rezolutën që kishë bo, nuk ka bo më herët. Vesh deshta me vetë, a hinë edhe që ata njerë që i kanë shtu 35.000 u të bosha në qatë listën e veteranëve, se edhe ajo është historia, din se s'janë konë gjatë 5.000, a hinë në qatë rezolutën edhe ata që kanë shtinë dëshmor të rajshëm, a hinë edhe ata që kanë bojnë valet luftës të rajshëm, a hinë edhe ata që kanë bjellë pare në përmendore, në vërreza, në këtu, veç desha me ditë, në që se hinë edhe që tu, beso, unë i pari ka me adhonë votën, ama me denu e me qunë burg, që ata që kanë bon shtë të zeza, se tash me bon një rezolut veç për një shkelzen gashit, për më do këtë pak si e vogël e burë, se këtë bot një rezolut banet madhe bëllje, hinë një krejt rënë, që tonë për presone. Ja, Albin, je ka lyp me qaqe tash. Ja, po nuk shkon kështu. Kër e parë sot, do deputet të opozitës, ta këshin marrë bukën me veti, e pa leshin ato në përfju, ka cak, tash këshirë burë ku i ke prunë. Edhe bukën tash me veti, për para i kishëm ka 4 ndimse, qështu mësuse, që na mësëshin, adin, tash bukën me veti. Ja, na shmende, na tranuve opozitën. Ta ne, jo po qojnë, po normal që shmës me qojnë. Shka ka me bon tjetër njëri? I ke detyru deputet e opozitës tash bukën lastik me veti, zanga, me bojt për shvijes. Na i pita, na i flija, shka i ka qëllu për mromis. Nuk shka në shto Albin. Bile qa buk heqjav. Mësile me bojt. Se edhe marrë me po opozitën qashtu. Glauku pas ka shku në Amerikë, Albini pas ka shku në Angli, kesh ka menoj, po këta të opozitës, a kanë mujt me dal, den kamaran që ato në pazar, burë se metën kërkun heq, që 6 vjetë nuk i ka thirë kush, as nuk pi logarit kush, si opozitas, bosh heq kur gjombre, a ka njëherë për mdhimen, që shka mundësi kështu, as nuk i thirë kush, bilis që ta ambasadorët e Kosovës që janë, bile që ta me pas tirë në hera din, sa me thonë që
edhe këta po dalin dhe në Dragodan që ato, ja, marun, marun. Këta të vetë vendosës, ka mos. Të opozitës janë bloku keq, nuk di, as ata vetë nuk e din, dhe në shtime po shkojnë ka nërë qëto, ama ma largë ju, pse më kështu shkon shpun aty në për besë nuk i kuptoj, kanë hup, krejt kanë hup. Prej nesër i kum thonë Albin Kurtit me dal në teren me magar. Ja, po ishin anku këta të pëdykës, a din po hargjan naft shumë, me anina knina, të e bojt gollën e naftit. Albin e tha, jo bre, tha se s'jam të argju. Këta të pëdykës për një liber e shkrushin, me pare shtetit pagushin ka 2 milion. E dini? Jo, tha po, s'po kanë tha ku më kapë, tha e po kapën që ato të naft, për 10 litra naft, tha që për argjaj. Ma paka ma shumë, tha se nuk mirë na tha hes me tu. Tha zhaloj bëll mirë e ki, po nesër, nuk është keq miliona ta gjipa me dal me magar, se po thët për dëkëa, se të thojnë ata e në patriota, do të pa tjetër me dal shto, me magar, me najpela. Ma shumë kum pas besu që shqiptari mundet me shku në hanë me pi kafe, se sa në Mitrovic Dverja. A mu erdhë këj Albin Baba, rapta, bam, bum, bam, anek, ne, bap, pap, pum, së shka boni nuk e di, krejt ta shqiptar të shku me pi kafe atje në Mitrovic Dverja. Apo ju garantoj, 99% shqiptarve ma shumë kanë besu që mund me shku në hanë me pi kafe se atje në veri. Po erdhë këj babloki këj si veti, së shka boni nuk e di vesh, për shdo dit vesh pi pastran, tap, ta shko. Nese këta të opozitës halas po guzojnë se këta janë me trauma të kohës kaluma. Dine këta nuk guzojnë me shku me pi kafe. Hala njerë se i kanë traumat e përpara që s'kanë guzua. Dine 10 vjet janë konë qeverije, s'kanë guzu me shku me pi kafe shklir, e janë me trauma. Ama kështu popullë normal po shkojnë, po pinë kafe, po rrinë, po shëtisin, po shkojnë po lahën. Ama halal bin, ja për qëtë pun të ebdorën. Qyshe pash pram Vjosa Osmani ish të shkun për dëkë. Lajme të sëd, si pas një gazetarit në Kosovë, për dëkëja e pas ka qu ftes Vjosa Osmani që më bon kryetare e Partijës Demokratike. Thash, shka son shtu bon të na, edhe që kënë dollë, për dëkëja me ftu Vjosa Osmani më bon kryetare për dëkës. Thash, ja, ku kanë ra këta, tash, për dëkëja ka met pa njerës qaq, po është kanë ra, që me bon ftes Vjosa Osmanit më bon kryetare e për dëkës. Edhe që kjo për ndodhë ka të na. Nuk e di bur, ishala, nuk është e vërtet, e që edhe me kone vërtet, e me ra që ka shposh, bre, jo të për dëkës, zdi ku dëni me shku e ku dëni qysh dëni me hecë për para, qysh dëni me rritë vur me këtu. S'keni njerëz, s'keni oj për dëkë, badjava keni. Lot nësë aja nuk vjen të jo, sa është ka me shku të AAK-ja, nuk vjen të për dëkë, sa e ka me bon kryetare AAK, se Ramush e kalon tash, mundet me mor kja, din, se ato i ka një 5% a 6%, edhe besoj që mundet me rritën e me shku një 6 e gjys, 5 e gjys, 6, den 7 nështë ta mundet me shku.